Mirë përshëndetje. A ke ndjenë ndonjëherë sikur numër 11 po ndjek në ora, në ëndra, në vende të papritura, si një shenjë që të flet në heshtje. Në Indi, 11-ta quhej Ekadashi, një port për shpirtin, ku agjërimi nuk ishte vetëm trupor, por për të pastruar një derë të padukshme brenda nesh. Në Kin, numër 11 ka përcen Yin Yang, është te i balancës, te i dualitetit, aty ku gjithçka bashkohet në vetdije të pastër. Kabala flet për 11-tën si për një dritë që s'mund të përmbahet, nuk është as mirë as e keqe. Thjesht është dhe ku shfaqet, ndryshon gjithçka. Sufistët arabisë e quhin 11-tën një shenjë nga e padukshmja, fillimi një rruge që s'ka emër, por që të shon drejt thellësisë. Edhe në Iliri, 11-ta ishte kalim nga kjo botë në tjetrën. Nëse ky numër për të flet, nuk je duke imagjinuar vetëm. Dëgjoje. Po ju pëlqeu ky video? Lutem bëni subscribe apo abonim, shifim në videot e tjera. Përshëndetje.